Dashi. Sot do përballeni me sfida të vazhdueshme dhe të paparashikueshme, duke e ndjerë veten her pas here krejtësisht të hutuar. Ka rrezik që marrëdhënia juaj në çift të tensionohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do jeni tepër kokëfort dhe nuk do pranoni asnjë mundësi kompromisi. Beqarët nuk do ngrenë dot dyert e zemrës për diçka që i tërheq vëmendjen dhe kjo do sjellë zhgënjim të thellë. Duhet t'i jepni vetes kohë dhe durim që gjërat të ndryshojnë natyrshëm. Në punë, mungesa e maturisë dhe shpenzimet e nxituara mund të shkaktojnë tronditje serioze. Për fat të mirë, financat do jenë mjaft të qëndrueshme gjatë gjithë kohës. Në këtë sektor nuk do keni asnjë arsye për brenga. Demi. Hëna dhe urani do sjellin vetëm begati dhe hare gjatë kësaj dite. Në çift, klima do jetë pozitive dhe çdo nevojë e vogël do plotësohet me kujdes të veçantë. Ju do ndiheni të qetë, të mbështetur dhe të çmuar në çdo çast pranë partnerit. Beqarët duhet të përqendrohen tek dhëtia dhe të mos ngutën për dashuri. Është më mirë të prisni momentin ideal. Në punë do vinë oferta interesante dhe propozime për projekte që nuk duhen humbur. Edhe pse financat nuk do jenë shkëlqyese, do keni mjetet për t'i mbajtur të stabilizuara. Me pak maturi do shmangni çdo shqetësim. Mbani besimin te perspektivat. Binjakët. Sot do kaloni një ditë të ngrohtë dhe të qetë, ku emocionet do jenë në harmoni. Në një lidhje do dashuroheni pa dorashka dhe do shijoni çdo çast me pasion të pastër. Beqarët do ritakohen me fytyra të njohura nga fëmijëria dhe zemra do ngrohet menjëherë. Këtë herë nuk duhet t'i lini mundësitë që shpëtojnë dhe duhet vepruar me guxim. Në punë, ritmi do mbetet i njëjtë si zakonisht dhe nuk do ketë pengesa serioze. Financat do jenë edhe më të mbrojtura se një ditë më parë, prandaj shfrytëzoni rastin për blerjet e nevojshme. Fokusi dhe ekuilibri do jenë alev të vlefshëm. Daforia. Sot do zbuloni një sinjal të rëndësishëm nga të tjerët dhe do kuptoni mesazhin e fshehur pas fjalëve. Në çift, partneri do jetë i pranishëm dhe do ofrojë mbështetje të plotë çdo herë që ju kërkoni. Besimi mes jush do forcohet dhe do fitoni qetësi të brendshme. Beqarët mund të reagojnë me nervozizëm ndaj propozimeve të bëra, ndaj duhet të shmangin keqkuptimin. Në punë do tregoheni më të vendosur dhe përgjegjshëm, duke kapërcyer çdo pengesë me durim. Në planin financiar duhet të mendoheni dyfish përpara se të shpenzoni. Strategjia do shpëtojë bilancin. Miqësia e matur do sigurojë stabilitet afatgjatë. Luani. Sot qielli do hap një portë të re për të gjithë dhe do ndiheni të frymëzuar. Në çift, planetet aleat do mbështesin çdo iniciativë romantike dhe emocionet do rriten me kalimin e orëve. Beqarët, qëndroni me vëmendje në çdo takim, sepse personi ideal mund t'ju shfaqet kur më pak e prisni. Në punë, mos keni dyshim se do arrini suksesin. Thjesht lëvizni gurët e dur në momentin e dur. Financat kërkojnë maturi, shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur stabilitetin. Me një qasje të mirë planifikuar, dita do jetë e suksesshme dhe e mbushur me mundësi. Virgjëresha. Sot duhet të tregoheni të fortë dhe të largoni nga jeta ata që vetëm ju mbysin me energji negative. Në një lidhje, rutina mund të sjellë mërzi, ndaj planifikoni ndonjë veprim të ri bashkë për ta përmbysur atmosferën. Beqarët do realizojnë një pasdite që do i mbushin me gaz e pritshmëri për më shumë. Në punë, ndryshimet e vogla do kenë ndikim pozitiv. Hidhni hapa me guxim, por mos të humbisni fokusin. Financat do jenë më të qëndrueshme se më parë, por jo aq të bollshme sa dëshironi. Prisni momentin e duhur për investime. Qetësia e brendshme do ndihmojë në çdo hap. Dëshorja. Sot do ndiheni plot energji dhe do adhuroni çdo bashkëbisedim me njerëzit rreth jush. Në çift do tregoheni të pasionuar dhe çdo poezi e vogël do ringjon rrotësinë mes jush. Beqarët do jenë shumë bindës me fjalët, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë njerëzve përreth. Në punë, ndikimi i Merkurit dhe Saturnit do kërkojë vëmendje maksimale. Çdo vendim i nxituar mund të sjellë vështirësi. Financat do mbeten solide për shkak të kursimeve të mëparshme. Keni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Ekuilibri do ruhet nëse veproni me maturi. Akrepi. Sot Venusi do ju jap një shtys të ngrohtë për çdo fushë të jetës suaj. Në çift do tregoheni më të përkushtuar dhe do bini dakord për hapat e ardhshëm për të forcuar lidhjen. Beqarët do ndihen më të rezervuar për takimin dhe nuk do nxitohen të kryejnë afrime të reja. Lejoni kohën të përcaktojë ritmin. Në punë do ndiqni me përpikëri udhëzimet e udhëheqësve dhe do arrini objektivat pa ngutje. Financat do kenë fatin me veten dhe nuk do keni nevojë për shqetësime të mëdha. Pa një hapje të kujdesshme, çelësi i suksesit do qëndrojë te qetësia. Shigjëtari.
Sot do përjetoni luhatje emocionale, por do gjeni forcën brenda për t'i përballuar me dinjitet. Në marrëdhënien në çift, balanca mes momenteve të qeta dhe tensioneve do krijojë një dinamik të re. Nëse partneri ju kritikon, hidhni një hap mbrapsht për të reflektuar kalin e gabimit me qetësi, jo me zhurmë. Beqarët mund të kenë nevojë të pranojnë se lidhjet e qëndrueshme kërkojnë kohë dhe durim, ndaj mos i nxitoni hapat. Në punë, suksesi do varet nga përkushtimi dhe sakrificat e vogla që bëni çdo ditë. Financat mund të tronditen pak për shkak të nevojave të papritura, por mbështetja familjare do rregullojë gjithçka. Qetësia e mendjes do rikthejë ekuilibrin. Britsjapi. Sot realiteti do jetë aleati juaj më i besueshëm dhe do shmangni ëndra pa bazë. Në çift do vlerësoni çdo moment të përbashkët dhe do krijoni një qëndrim të ngrohtë dhe praktikaj. Beqarët duhet të reflektojnë thellë para çdo hapit romantik për të shmangur shkënjimet afatgjata. Në punë, analitika dhe vëmendja ndaj detajeve do evitojnë gabimet që mund të dëmtojnë reputacionin. Financat do jenë të qëndrueshme për shkak të kursimeve dhe disiplinës. Vazhdoni kështu për të siguruar stabilitetin. Një kohë e shkurtër për vetëzrëfim do forcojë bindjen e vetvetes dhe do rrisë motivimin. Ujori. Sot karizma juaj do të jetë në kulm dhe do tërheqë vëmendjen e të gjithëve në çdo ambient. Në çift do jeni kreativ në shprehjen e ndjenjave dhe do habisni partnerin me iniciativa të reja. Beqarët do tregohen të matur në flirt, duke krijuar hapësirë për marrëdhënie serioze në kohën e duhur. Në punë, entuziazmi do ju ndihmojë të çoni përpara çdo projekt, por shmangni ngarkimin me detyra që nuk janë prioritet. Financat do jenë të pasqyruara në bilanc të qëndrueshëm dhe do mund të bëni një kursim të vogël për planet e ardhshme. Një pushim i shkurtër në natyrë do ripërtëri energjisë. Peshqit. Sot do keni nevojë të frenoni zërin e brendshëm dhe të mos flisni para se të mendoni. Në çift, përqendrimi tek të meta mund të çojë në keqkuptime, ndaj mbani një qasje empatik e të hapur. Beqarët duhet të krijojnë besim duke treguar sinqeritet në lëvizjet e pararomantike. Në punë, fokusohuni objektivave të caktuara dhe mos lejoni shpërqendrimet të lindë dinamikën. Financat mund të jenë të trazuara për shkak të shpenzimeve të detyrueshme, por një plan kursimi do ruajë ekuilibrin. Në mbrëmje, një aktivitet krijues do forcojë lidhjen me vetveten dhe do sjellë qetësi shpirtërore.